Dhe kur pa pritmas, ne pam në prokurorën SPAK. Po, ka mbaru shkollë magistrature ky prokuror. S'ka mbaruar. Pra du të hapë vendin të tjerëve. Ne e kam trajtuar një dyrë në 2 emisionet një prokurore e prokurisë Tiranës, një Sonila Muhamedi, me një eksperiencë shumë të lartë, me 3 kategori të huaja, me magistraturë, me studim me pas universitare brenda dhe jashtë Shqipërisë, ka konkuruar 2 herë në Këshillin e Lartë të Prokurisë dhe asnjëherë Këshilli i Lartë i Prokurisë nuk i ka dhënë votën për të qenë strukturën e posaçme. Arsyeja dhe shkaqet i din ata. Por kemi edhe antarë të Këshillit të Lartë të Prokurisë që janë me notë mesatare 5. Ke edhe antarë të Këshillit të Lartë të Prokurisë që duhet ta certifikojnë veten para shqiptarëve nga autoriteti i dosjeve të sigurimit të shtetit. Le ta bëjnë publike. A kanë guxim si jurist? Nëse kanë guxim antarë të Këshillit të Lartë të Prokurisë nga kryetaria poshtë, le të bëjnë publike certifikatën e pastërtisë nga autoriteti i dosjeve të sigurimit të shtetit. Dhe shohim pastaj se në çfarë faze kemi ne një kelepe. Reguar rasti i antarit kelepes, që domethënë ishte turp për sistemin e drejtësisë, veprimit që bani me qytetaren. Dhe tani Inspektorati i Lartë i Drejtësisë ja dërgon gjykatës kushtetuese për shkarkim. Ai duhet të ishte arrestuar, jo shkarkuar. Duhet të ishte arrestuar, sot do ishte në burg. Duhet të ishte pas hegur në burg sot. Dhe nuk e di se si Këshilli i Lartë i Prokurisë e pranon në zyrat e shtetit një njeri tillë që u bë jehon gjithë Shqipëri për veprimet e tij antiligjore. Pra, avokat, mendoj kur ndodhe gjitha kjo në drejtësi për politikën duhet të heshti me... I nderuar, antarët e Këshillit të Lartë të Prokurisë i kanë shkuar sipas bindjeve politike aty dhe me kahe politike. Asnjë njeri s'ka shkuar me vullnet.